Në 13 dhjetor të vitit 2024, gjykata e shkallës së parë Fier urdhëroi kompaninë Bankers që t'i paguante rreth $600.000 paga ish drejtorit të saj Leonida Çobo për largimin e tij nga puna. Me vendim të gjykatës dhe urdhërin përkatës të ekzekutimit, Çobo kontraktoi një zyrë përmbarimore për të mbledhur borxhin nga Bankers. Zyra e quajtur Private Enforcement Group tentoi të gjejë paratë e Bankers në bankat shqiptare, por pa sukses. Të gjendur para këtij fakti, përmbaruesi të gjetën një metodë tjetër për të marrë paratë e klientit të tyre. Bllokuan skrapin e shtetit për të arshitur me qëllim që të merrnin paratë që Bankers duhet i paguante ish drejtorit të saj. Sipas Kapitalit, pavarësisht paralajmërimeve nga AKBN-ja, si përfundim, skrapi u shit kompanisë Shkëlqimi 07 në pronësi të ish kryetarit të Bashkisë së Ballshit, Shkëlqim Kaplanaj, me një çmim sa gjysmë e çmimit të këtij produkti në treg. Vlera totale e skrapit që mori kjo kompani ishte 1.2 milion euro, por ajo i pagoi përmbaruesit vetëm 600.000 euro, aq sa borxhi që Bankers duhet i paguante Leonida Çobos.